Ministri i jashtëm i Danimarkës Lars Løkke Rasmussen ka deklaruar se mes Kopenhagenit dhe Washingtonit ekziston një mosmarrëveshje themelore për çështjen e Groenlandës pas bisedimeve të zhvilluara në Shtëpinë e Bardhë. Takimi i një orësh me zëvendës presidentin amerikan J.D. Vance dhe sekretarin e shtetit Marco Rubio përshkruan nga Rasmussen si i sinqert dhe konstruktiv, por pa sjellë ndonjë përparim konkret. Sipas kryediplomatit danez, administrata Trump vijon të investojë në marrjen e kontrollit mbi Groenland, një qëndrim që Danimarka e konsideron plotësisht të papranueshme. Ne e bëm shumë të qartë se kjo nuk është në interes të Danimarkës, u shpreh Rasmussen, duke theksuar se ekzistojnë vija të kuqe që SBA-ja nuk mund t'i kalojë. Pavarësisht mungesës së një marrëveshje e palët të rënë dakord për ngritjen e një grupi pune të nivelit të lartë, i cili pritet të mblidhet në një javën në vijim për të diskutuar të ardhmen e territorit autonom danez. Rasmussen tha se Danimarka dhe Groenlanda janë të hapura për forcimin e bashkëpunimit ushtarak me SBA-n, përfshirë mundësinë e hapjes së bazave të reja amerikane në ishull. Aktualisht Shtetet e Bashkuara kanë më shumë se 100 trupa të stacionuara në bazën ushtarake Pitufik në veri perëndim të Groenlandës, një prani që daton që nga lufta e dytë botërore. Sipas marrëveshjeve ekzistuese me Danimarkë, SBA-t kanë të drejtë të dislokojnë trupa shtesë në territor. Ndërkohë, presidenti Donald Trump ka ripërsëritur publikisht interesin e tij për Groenlandën, duke argumentuar se ishulli është jetik për të siguruar, është jetik për sigurinë kombëtare amerikane. Ne kemi nevojë për Groenlandën për sigurinë kombëtare, tha Trump, duke shtuar se SBA-ja nuk mund të mbështetet e Danimarka për mbrojtjen e territorit në rast kërcënimi nga Rusia dhe Kina. Deklarata e presidentit amerikan kanë shkaktuar shqetësime në kryeqytetet europiane dhe kanë vënë në provë unitetin e NATO-s, ndërsa debati për Groenlandën vjen të mbetet një nga çështjet më të ndjeshme gjeopolitike në Arktik.